Partia e kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti doli e para në zgjedhjet e parakohshme të së dielës, por pa arritur shumicën e nevojshme për qeverisur e vetme, duke hapur rrugën për negociatat vështira për krijimin e koalicionit. Në zgjedhjet e treta brenda pak më shumë se një viti, Lëvizja Vetëvendosje mori 43% të votave. Ky rezultat është më i ulët se në zgjedhjet e mëparshme të dhjetorit kur kishte marrë 51%. Në vend të dytë u rendit Partia Demokratike e Kosovës me 21%, ndërsa Lidhja Demokratike mori 17%. Zgjedhjet u mbajtën një klim pakënaqësie të thellë publike ndaj bllokadës politike në vend. Dalja në votime ishte ulët, më pak se 37%. Albin Kurti, i cili foli para mbështetësve në Prishtinë, tha se kjo është fitoria 5 radhazi e partisë së tij. Ai e konsideroi rezultatin si një konfirmim të mbështetjes, ndërsa foli edhe për punët që do të ndiqen në ditët në vijim. Natyrisht që në javët në vijim do të komunikojmë, do të takojmë e do të bashkëpunojmë me të gjitha subjektet politike të Republikës Kosovës, sepse ne e kemi para së gjithash e mbi të gjitha interesin publik, vullnetin e përgjithshëm dhe Republikën sovrane e të pavarur të Kosovës, të cilës i shërbej me devotshmëri. Në këtë zgjedhje Lidhja Demokratike e Kosovës njohi rritje. Vjosa Osmani e bëri të qartë se kjo forcë politike e ka propozimin e saj konkret në mënyrë që vendi të mos ketë një tjetër krizë. Ne do të punojmë që të kemi institucione sa më parë, LDK-ja e ka kandidaturën e vetë, dhe siç e përmenda, partia e parë nuk ka asnjë arsye të vetme që të thotë jo për këtë kandidaturë, përkundrazi ka mira arsye që të thotë po, dhe që të gjitha ato mira arsye janë në interes të shtetit të Kosovës. Nga Partia Demokratike e Kosovës mbetën të kënaqur që arritën të ruajnë pozitat e tyre, edhe pse sipas kësaj force politike, Kurti ka përdorur të gjitha mekanizmat shtetëror për të blerë vota, tha në daljen e saj Vjosa Qitaku, nënkryetare e PDK. Për te qëndrimeve politike, veprimi i parë që duhet të bëjnë deputetet e legjislaturës së 11 është zgjedhja kreu të ri të shtetit dhe krijimi i institucioneve të qëndrueshme.